plamurin kombëtar, plamurin e Kosovës. Qëto e kom menu, nuk kom menu ma shumë. Edhe ja doja. Po kur kom rri atje, fillu më përzi shumë emocionet edhe kuptoj që shpërtheva në vibe emocioneve, shumë ke një farë ndjenje, s'di, ato 20 minuta ose gjysore sa këna net në maje, në summit, jonë kohë 2 sekonda. 2 sekonda e kohë. Po shumë dhe disa pripamjeve që i kënë damet në djekësit, veçanërisht vedon momentin e parë ku edhe të shojmë duke shpërthy në lot. Po pse erdhen këta lot, ishte shumë sfidë, tha që ju ka marrë afër 2 vite apo më shumë se një vetë kohë për të u përgatitur për këtë ngjitje. Tregona pak, a ishte sfidë ngjitja deri në Everest? Po, gjë, është sfiduese, është malë që nuk ta fal gabimin. Është fatkeqësisht që nuk mujnë, domethënë mungesa oksigjenit që shkon 82% më e vogël se sa normal. Domethënë është nuk është për njerëz, nuk mundesh me jetu këto. Edhe s'më thon shumë herë e them se kom përjetu e kena po dekën në sy shumë shpesh herë. Edhe kuptohet që tu e menu në stop i isha shumë thon mes 2 botave. Një është që në telefonin e kam wallpaper qikën tem, edhe shkrej që telefon në i herë, se shumë rollë, kom zirë, se është shumë fëtët atje. By the way, që tashti që po poli pa të gjojse, kom jim konë të gu muzik njere, edhe kom hek kapushin e parë, kapushin e dytë, maskën e oksigjenit, edhe të e hek të gjojset, e kom po që ka fillu Frostbite, më më nxik gishtat, edhe po që më ngipi që kom gjujtë të gjojset, edhe